إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndrim dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I cili na begatoi me të mirat e shumta. Ai është I falendëruari dhe I lavdruari subhanahu wa taala. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, begatin më të madhe të cilën Allahu ja dërgoi njerëzimit, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Kemi mbajtur një dy ligjërata, ditën e hanë dhe ditën e mërkur. Njëra ligjërat shenjat e zemrës së ngurcuar. Ligjërata tjetër ishte shkaqet sepse ngurcohet zemra e njeriut. Dhe përmendëm disa shkaqe dhe disa sinjale, shenja të ngurcimit të zemrës së njeriut. Tash po I përmendi disa pika se si të mjekohet zemra e njeriut, si të zbutet ajo zemër e cila është ngurtësuar, si t'i kthehet natyrshmërisë së vet zemra e cila ka dalë prej shinave. Prej shkaqeve kryesore që e zbut, e mjekon, e përmirëson zemrën e ngurtësuar është pendimi. Pendimi dhe kthimi te krijuesi, te Allahu Gjelle Gjelaluhu. E përmendëm në dy ligjëratat dhe po e përsëri se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk shikon fotografit tuaja, Allahu nuk shikon në pasurinë tuaj, Allahu shikon në zemrat dhe veprat tuaja. Pra ajo që mirë të konsiderohet tek Allahu në botën tjetër ditën e gjykimit është zemra. Në saktësisht janë veprat e zemrës, të cilat vërtetohen pastaj me veprat e gjymtyrëve patjetër. Dhe e cekëm që të njëjtën kohë edhe shejtani mundohet që tek biri I Ademit sendin kryesor, fokusin kryesor e ka që t'ja prish veprat e zemrës. Tashtu e patëm pikën prej më kryesor, të gjitha pikat që I cekit tani tutje janë të rëndësishme, se cila më e rëndësishme se tjetra. Këtu tham pendimi. Nuk ka mundësi njeriu të pendohet tek Allahu Gjelle Gjelaluhu në qoftë se shejtani ja ka prish total madhërimin e Allahut në zemrën e tij.
Obligohet besimtari që të pendohet tek Allahu xhël xhelaluhu me një pendim të sinqert, fillimisht të mediton rreth begative të Allahu xhël xhelaluhu, rreth ajeteve të Allahu subhanahu wa taala, rreth fakteve të Allahu subhanahu wa taala, që më pastaj ta shef dobësinë e vetës së tij dhe t'i kthehet Allahu xhël xhelaluhu. Tha Ibn Taymi, Allahu më shiroft, adhurimi është dashuri totale për Allahun dhe për ulje komplete. Do më thonë, që t'jesh adhurues i Allahut, që t'jesh rob i Allahut si duhet, ati duhet t'jesh rob i Allahut si duhet t'i kesh të dy baza, dashurin dhe për uljen t'a kesh komplet total për Allahun subhanu wa ta'ala. Dashuria për Allahun komplete, totale, arrijet atëherë kur njeriu në vazhdoshmëri shikon në të mirat e Allahut ndaj tij. Dhe për ulja në nështrimi komplet, total, karshi Allahut subhanahu wa taala realizohet atëherë kur njeriu në vazhdoshmëri karshi të mirave të Allahut i shikon dhe i mediton mangësitë e vetës së tij. Këto dy realitete e bëjnë që njeriu ta ketë dashurin dhe përuljen për Allahun në mënyrë komplete, në mënyrë totale. E kur është kështu gjendja e njeriut, atëherë e din që për çdo mëkat, për çdo gabim, duhet i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Pra prej shkaqeve kryesore të gjallërimit të zemrës, të zbutjes së zemrës, është pendimi dhe kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar, me shpresë që ju të shpëtoni. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tubu ila Allah." Pendohuni te Allahu, se me të vërtet unë për çdo ditë pendohem tek Zoti im 70 herë. Dhe në transmetim tjetër tha, pendohuni te Allahu për shkak se unë me të vërtet pendohem dhe kthehem, kërkoj falje prej Zotit tim 100 herë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përditshmërinë e tij, jo një herë në 10 muaj, jo një herë në Ramazan, jo një herë kur t'i shkon mendja, çdo ditë, ka 70-100 herë ka thonë, astaghfirullah wa atubu ilejk, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilejk. Kush ai të cilit Allahu ja ka falë të gjitha, ai të cilin Allahu e ka ngrit mbi të gjithë, ai të cilin Allahu e ka dash mas shumti, ai të cilin Allahu e ka dalluar ndër pejgamberët, që ky njeri sallallahu alaihi wasallam po u pendoi ka te Allahu 70 deri 100 herë në ditë. Veç astaghfirullah tu belek. Dhikra tjera, adhurime tjera, fal dhe mos u ndal. Fal dhe mos u ndal. Tha Fudail ibn Iyadhi, Allahu më shiroft: "Men arafa Allah lam yadurhu dhunubuhu idha taba." Ai që e njeh Allahun nuk i bëjnë dëm gjunahet nëse pendohen. Ai që e njeh Allahun nuk i bëjnë dëm mëkatet nëse pendohen. Kush e njeh Allahun? Allahun e njeh besimtari. Allahun e njeh dhe e madhron muahidi, i cili nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. E çka than dietar than, tauhidi është një det, një oqean i madh në të cilën fundosen mëkatet e njeriu. Tauhidi, akidja e pastër e besimtarit është një oqean i madh në të cilën fundosen mëkatet e besimtarit. Vetëm se na duhet t'i kthehemi Allahu xhalla xhelaluhu. E kur njeriu i thot Allahut astaghfirullah wa atubu ilejk, o Allah, prej te kërkoj falje, tek ti kthehem, pendohem, çka paraqet njeriu?
njeriu paraqet robërinë e tij për Allah xhela xhelalu. Njeriu ja ul hundën vetës për tokë, e shkel vetën, e përul vetën para Allahut, i thot Allahut më fal. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar, zotriu i istighfarit, i kërkimit faljes, i pendimit, është kjo lutje. Allahumma anta rabbi, o Allah, ti je Zoti jem. Khalaqtani, ti më ke krijuar. Unë jam në premtimin dhe marrëveshjen me ty atë sa ka mundësi. Abu laka bi ni'matika alej. I pranoj dhe i vërtetoj të gjithë begatit të mirat që ti më ke bërë mua. Wa abu bi dhanbi, dhe unë i pranoj të gjitha gjunahet, të gjitha mëkatet e mia ndaj teje. Faghfir li, më fal mua. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, për shkak se nuk i fal dikush mëkatet pas teje. Kur e bën këtë dua njeriu, bie për tokë apo. Krejt krenarin që e mundshme që mundet me pas njeriu, bie për tokë. Përulet para Allahut xhella xhelaluhu, dorëzohet para Allahut subhanahu wa taala. Dhikri, prej shkaqeve kryesore që e zbutin zemrën e njeriu është përmendja Allahut subhanahu wa taala. Wa dhakirun Allah kathiran wa dhakirat, ata që përmendin shumë Allahun prej burrave dhe prej grave. Dhikri tregon se kanë dëna e dojmë më shumëti. Fokusin ku e kemi, synimin ku e kemi, qëllimin ku e kemi. E kemi këtë botë, apo e kemi kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E që ta dim se na sa e dojmë Allahun subhanahu wa taala, le ta shohim sa e përmendim Allahun subhanahu wa taala. Njeriu ja bën muhabetin dhe e përmend shpesh kanë atë tek i cili ka investuar. Dikush investon në shtëpinë e tij, kaç shkon ja bën muhabetin shtëpisë vet. E kum bë këtë investim, e kum bë këtë pllaka, e kum bë këtë nxemje, këtë lloj nxemjeve, e kum bë këtë, e kum bë. Dikush investon në veturën e vet, kaç shkon muhabetin e veturave e bën. Dikush në diçka tjetër, e dikush investon në fenë e tij. Dikush investon në islamin e tij. Kaç shkon ja bën muhabetin fejs Allah subhanahu wa taala. Kaç shkon ja bën muhabetin Allahu xhela xhelalu. Ja bën muhabetin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kaç shkon. Pastaj njeriu ti dhem ajo në qoftë se i cenohet ajo ku ka investuar. Në qoftë se ja grithin fasadën e shtëpisë dikujna, i dhem shumë se ka investuar. Me agrith veturën, i dhem se ka investuar. Ka dhënë investim edhe normal, i dhem. E ka dikush që ka investuar në fenë e Allahut xhela xhelaluhu, nuk i dhem kur gjë jashtë fesë. Kur t'ja prekish fejen, nuk shon pe. I djeg, e nin dhimbtën. Kështu duhet me qenë besimtar. Tha Allahu xhela xhelaluhu, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet me përmendjen e Allahut zbuten zemrat. Prej përmendjes së Allahut mas shumti me e shpeshtue istighfarin, kërkimin e faljes. Prej krejt dhikrave. E kemi thënë që prej krejt dhikrave më e mira është leximi i Kur'anit. Me qenë të vazhdueshëm leximin e Kur'anit. Fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu. Me këtë Kur'an Allahu subhanahu wa taala ka ngrit shumë për njerëzve. Bereqeti i Kur'anit është i pandalshëm. U bë muaj i dalluar, muaj i Ramazanit për shkak se në këtë muaj zbriti Kur'ani. U bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dalluar për shkak se atij zbriti Kur'ani. U bë nata e Kadrit e dalluar për shkak se nat zbriti Kur'ani. U bë Xhibril alayhis salam i dalluar për shkak se me ata zbriti Kur'ani, edhe kështu më radh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sabaqa al-mufarridun. Kanë shku, kanë ecë shumë larg, kanë shku shumë përpara al-mufarridun. Qalu wa ma al-mufarridun ya Rasulullah? Kush janë këta mufarridun ya Rasulullah? Tha adh-dhakirin Allah kathira wa adh-dhakirat. Ata që e përmendin Allahun shumë prej burrave dhe prej grave. Kanë shku shumë larg. Janë të paarritshëm. Ata të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë prej burrave dhe prej grave. Tha Ibn Qayyim Allahu më shiroft, fil qalbi
sha'athun la yalumuhu illa dhikrullah. Majni me Allazni. Këtë që e përmendim me Kaimi tash, po thuaj se të gjithve në ka kaplue. Dikan ma shumë, dikan ma pak. Tha zemra njeriut ka shpërndarje, ka shpartalim. Është e shpërndame, e shpartalume. Të zemër. Nuk e mbledh zemrën e njeriut diçka tjetër jashta se dhikrit. Përmendja Allah subhanahu wa taala. Kini pun, 2 pun, 5 pun, 10 pun, ta ma në sos njërën del një tjetër, ta ma në kry njërën del një tjetër, angazhosh me një pun tjetër, me një pun tjetër, dhe shkon dita dhe nata, kështu shkon shpartalim i zemrës. Thot Ibn Kaimi, zemra njeriut ka shpartalim, ka shpërndarje, nuk e grumbullon, nuk e mbledh me një ven, zemra njeriut me një fokus, me një synim, me një qëllim, vetëm se përmendja Allah subhanahu. Diçka tjetër, jashta përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Prej shkaqeve tjera, të cilat e ngjallin zemrën e njeriut, është meditimi i Kur'anit. Është meditimi i Kur'anit. Me pa se çka Allahu xhela xhelaluhu ka përcjell në Kur'an, prej ngjarjeve të shumta, prej dispozitave sheriatike, prej etikës dhe moralit që Allahu na ka urdhëruar që ta kemi atë moral nga Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Meditojmë. Ti shohim urtësitë e Allahut, tha Allahu në Kur'an: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha?" A nuk ndalen pak të meditojnë në fjalën e Allahut në Kur'an, apo vallë në zemrat e tyre kanë ndry. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk ndalen të meditojnë pak në Kur'an? Për shkak se sikur Kur'ani të ishte nga dikush tjetër pos Allahut, kishin me gjetë kundërthënie, kundërshtime të shumta. A keni pa, a keni ndëgju, ose a keni pa, ose a keni lexuar ndonjëherë në diçka tjetër jashtë haditheve dhe ajeteve, me e marrë dietarët e muslimanëve një hadith, një ajet, dhe prej atij hadithi të shkurtër me t'i nxjerrë tyje 500 dobi. A ndodh ndonjë lëmi tjetër kjo? 500 dobi, edhe atë t'i kanë nxjerrë Imam Kurtubiu 500 dobi ndoshta për një hadithit para sa viteve, para 900 viteve ndoshta. Para 900 vite deri tash, sa dobi tjera nxjerrin dietarë. Dhe nuk ndalet begatia e Kur'anit dhe Sunnit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Për shkak se është zbritje prej Allahut xhelalu xhelaluhu. Tibyanan li kulli shay, spjegues për çdo send. Kulli shay ka ardhur e pashquar. Gjithçka këtu futet. Gjithçka. E kemi tek diku në ligjërat ndoshta. Nuk duhet tash marrë shkenca edhe mi vërtetu disa sendet që në Kur'an dhe neve thënë, çka u bë? Jo be, na duhet me ju nënshtru Allahut, na duhet me dash fjallën e Allahut, subhanallahu. Na duhet me madhnu fjallën e Allahut, fillimisht pse është fjala e Allahut xhelalu. Ktu ka diçka që na nuk mund me kuptu urtësinë, ama këtu është diçka shumë e mirë, shumë e fortë. A ka thënë Allahu me e bë? Qoftë ajo prej obligimeve, qoftë ajo prej nafileve. A ka thënë Allahu mos me e bë? Qoftë ajo prej mëkat harameve, qoftë ajo prej mekruheve, të papëlqyerave. A ka thënë mos me e bë? Mos e ban sa aty ka ose dobi të veprat e mira, ose dëm të këqija. A e kupton, as e kupton urtësinë e kësaj, këtë tjetër në muhabet është. Me e kuptue shumë mirë, shtohet edhe madje për imanin. Mirë po, madhënimi i fjalës së Allahut duhet të jetë në nivel të lartë në zemrat tona. Pse? Pse është fjala e Allahut xhelalu xhelalu. Nuk i vjen e kota në asnjë mënyrë. Tibyanan li kulli shay, është shpjegues për çdo send. Tha Ibn Abbasi, Allahu radiyallahu anhuma, li an aqra suratan bitadabburin ahabba ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu. Që të lexoj një sure me meditim, për mua është më e dashur, sa të lexoj komplet Kur'anin. Me meditim.
kur të vjere zjarri, kur të vjere xheneti, kur të vjere vdekja, kur të vjen historitë. Çka vjen në Kur'an? Ha? Çka është transmetuar për Omer ibn Khattabin, për djalin e Omer ibn Khattabit, Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, thuhet që surën Bekare e ka kryer për 10 vjet. Për Omer ibn Khattabit thuhet për 12 vjet. Omer ibn Khattabi pas ka qenë aq i paditët që për 12 vjet me surën Bekara, kurse njëri pinejes mësos për 20 ditë, për gjysmuja. Jo, ata me të parën herë ne kanë dëgjuar ajet, ne kanë mësuar, mos e kanë harruar asnjëherë. Sidomos kjo kategoria e lartë e sahabëve të pejgamberit Abdullah ibn Omer, Omer ibn Khattabi, Abu Bekri, filani, Alon për të dhëve. Një herë, më shumë ti 2 herë, është dashur ka kryer hifzën e Kuranit me një herë. Si ka zbrit ajeti më dëgjuar se kanë harruar. Se kanë harruar ato jetën e kanë pas me Kur'an. Jetën e kanë dhënë për Kur'an. Po çka për qëllim 10 vjet? 10 vjet në detale, meditim, në mësim, të krejt sendeve që janë surën Bekare. E në qoftë se surja Bekare meditohet, mësohet, punohet me ta kështu detaj, sikur me pas punu me këtë Kur'anin, se këtë Kur'ani është surën Bekare. Pjesa dërmuese dispozitave e kinë Kur'an, e kinë në surën Bekare. Me mësu përmend që mëson shpejt. Që ka thonë pejgamberi s.a.s. Surja Bekare, kush lexon surën Bekare, ka bereqet. Kush e le, ka zhgënjim. Nuk kanë mundësi, nuk kanë rrugë karshi Bekares magjistart. Pse? Po veç me meditu pak sa e gjatë kjo sura, sura më e gjatë në Kur'an. Kjo ta jep një mesazh tyje që nuk është për qëllim veç kështu me lexue sikur me ngron gjeli. Po është pak edhe meditua. Edhe me mësu për kësaj sure, edhe me punu me këtë sure, edhe kështu më radhë. Tha Ibn Abbasi, që ta lexoj një sure nga Kur'ani me meditim, është më e dashur për mua se sa ta lexoj komplet Kur'anin. Prej veprave që e zbutin zemrën e njerëzit, e zbutin shumë zemrën e njerëzit, dhe kjo vepër ka ndikim të madh. Kjo vepër ka ekstrem ndikim të madh në zemrën e njerëzit, në përmirësimin e njerëzit, është namazi natës. Është namazi natës. Këtu njeriu ngritet dhe i dorëzohet Allahu xhallahu xhelalu. Këtu s'ka nifak. Te namazi natës nuk ka nifak. Se dhe ti edhe Allah, si dush mush me flejt, si dush ngritesh dhe falesh namaz natë. Çka thotë pejgamberi s.a.s. Jeni të vazhdueshëm në namazin e natës. Për shkak se namazi natës është rruga e njerëzve të mirë para juve. Njerëz të mirë në çdo zaman, në çdo vend kanë bërë namaz natë. Me namazin e natës njeriu ja hap gjoksin Allahu xhalla xhelaluhu. I dorëzohet Allahu subhanahu wa taala. Ja kanë dertin Allahu subhanahu wa taala. Ja pranon atë duan e istighfar që pranon sejl istighfar që pranon pak më herët. Mi thënë Allahu xhalla xhelaluhu namaz natë. Ti dhe Allah kur kush tjetër? Ja Rab, ti më ke krijuar. Unë jam robi jot. Po mundohem me qenë besnik në premtimin dhe marrëveshjen që kam me ty. Cila premtimi dhe marrëveshja e njeriu me Allah? Premtimi kur Allahu e mor nga shpina e Ademit alayhis salam dhe na tha të gjithëve alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Atëherë kur na tha Allah, a nuk jam Zoti juaj? Të gjithë na kemi thënë bela, po ti je Zoti jon. Ti je i adhuruari jon. Që mos vini pastaj dhe të thoni nuk e kemi ditë. E tash në kina arë këtë dunja dhe thona, nuk e din. Ama Allah e ka ma premtimin. E Allahu me drejtsin dhe urtësin e ti absolute, na ka dërgu pejgamber me na përkujtu neve për çkët marrëveshje. Dhe i thot ti namaznat Allah, ja Rab, unë përmundohem me qenë besnik, ka shimërveshjes tënde, ka shimërveshje që kam me ty dhe premtimis të kam dhënë ty. Ebu uleke bi ni'metike alej, o Allah, të gjitha të mirat që unë i kam, e që janë të panumërta, i pranoj dhe i vërtetoj që të gjitha i kam prej teje. Wa abu bi dhanbi, ja Rab, i pranoj gjënat e mia. Dorëzohem para teje, i pranoj mëkatet e mia. Faghfir li, fe innehu la yaghfiru dhunuba illa ant. Më fal mua, për shkak se nuk pranon
Nuk fal mëkatet dikush pas teje. Kjo gjendje është gjendje shumë e madhe, vëllezër. Këtu je veç ti edhe Allah. Këtu s'ka zbukurim. Këtu nuk ka shminkim. Këtu ka çiltësi të zemrës mes teje dhe Allah subhanahu wa taala. Çka tha pejgamberi sallallahu në ditët e para kur në Medinë? Tha afshu selam, përhapeni selamin. Ushqejni të varfërit. Wa sallu bil lejli wa nasu niyam. Faluni natën kur të tjerët flejnë. Tadkhuluna al jannata bis salam. Keni u fut në xhennet me selam. Selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Atë ditë kur besimtari hyn xhennet, kanë mi thonë me laçet selamun aleikum bima sabartum. Për shkak të durimit që keni bërë. Pak me bë sabër. Sa ditë me bë sabër derisa të vdesim. Derisa të vdesim. E kur kena me vdek, shumë shpejt kena me vdek. Dita ditës kena me vdek. Po ndëgjojmë për ditë informacione. Vdiq filani, vdiq alani. Jo për plesh, po flasim për të ri, shumë më të ri se na ndoshta. Po shkojnë shumë te Allahu xhël xhelalu. Edhe na shumë shpejt kena me shku te Allahu subhanahu wa taala. Çi ka të bëj sabër? Shumë pak. Në qoftë se e pyesim veten për vitet e cilat na kanë kaluar, neve themi shumë shpejt kanë kaluar. Ama ato janë pyetje 30, 40, 50 vite ndoshta. Ama themi shumë shpejt. Pse po habitemi dhe çuditemi dhe po mashtrohemi për 10, 15, 20 të ardhshmet, edhe ata me qenë shumë shpejt. Pak sabër. E me këtë sabër, ditën e gjykimit, ditën kur besimtari shkel me këmbën e tij në xhennet, u thuhet atyre selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selam aleikum. Për shkak sabrit që e banët, esa shtëpi edhe vend qëndrim të mirë keni zonë. Xhenneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, nuk di ndonjë vepër që ndikon më shumë tek njeriu sa namazi i natës. Nuk di ndonjë vepër që ndikon, që ja ndryshon gjendjen e njeriu më shumë se namazi i natës. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, wa min al-layli fatahajjad bihi asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Edhe natën falo. Natën falo. E kemi cek shpesh herë në ditët e para të pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu çka i tha: Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tardila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila wa inna laka fi an-nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. O të imbuluar, ngritu dhe fal namaznate. Allahu xhalla xhelalu në periudhën e para i dha 3 opsione Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo në të gjitha 3 opsionet kishte namaznate. Falu 2 të tretat, 1 pusho. Falu gjysën ose falë gjysën pusho, ose 2 të tretat pusho, 1 të tretën falu. Ama nuk kishte opsion mos mu fal namaznate. E pse namaznate? Për shkak se pjesa e natës është pjesa e cila ka ndikim tek njeriu më shumë. Pse? Gjithçka bie për tokë, qetësohet. Mbizotron qetësia dhe ti në këto momente i drejtohesh me koncentrimin më të lartë Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj ti ditën ki lëvizje, ki me pushu, ki me flet, edhe ki me hangë, edhe ki me punu edhe kështu me radhë. E kjo pjesa e natës? Kjo pjesa e natës është mbushësi i njeriu. Mos mendoj dikush prej neve se e le gjumin edhe fal namaznate e pastaj kur të shkojë nesër në punë ka me qenë i lodh. Jo, haroje kjo s'ekziston. Mos mendoj dikush se ka me met pa gjumë, ka me met natën e pastaj s'u ka me punu ditën si duhet. Provoje një javë kena me e pa. Provoje, veç provoje. Këshire se kime qenë me vullnet edhe më të lartë gjatë punës ditës, në qoftë se natën e vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Provoje, kjo është fjala e dietarëve të parë të muslimanëve, prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bënë namaznate atë shumë sa që ju kanë aj kant.
Ka bo namaznate atë shumë, sa që ju kanë aj kamt. E kjo gjendje njeriu çka ka dhënë, u ka raskapit të fal namaznate. Ditën as ka pas puna ja. Po punë të dunjas i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. S'ka pas njeri më të angazhuar në dunja se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. S'ka pas, nuk ekziston. Mirë po natën e ka pas kështu gjendjen. I lot i raskapit për namazet natës. Dikush ka më thonë, Allah me pejgamber të konaj. Pejgamberi Allah të konaj. Ebu Bekri çka kon? Omeri çka ka qenë? Osmani çka ka qenë? Aliu çka ka qenë? Sahabët tjerë çka kanë qenë? Çka ka thonë pejgamberi se Abdullah ibn Omerit? Ka thonë Abdullah ibn Omeri shumë djalë mirë veç të namaznatën kish fal. Thotë Abdullah ibn Omeri, pereja ditë kurse kum lanë. Kur e ka thonë këtë fjalë pejgamberi se për Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Omeri ka qenë i ri, djalosh i ri ka qenë. S'ka qenë burr me mjekër të bardh. I ri ka qenë. Pak vjet ka pas shumë vjet. Ma pak se 20 vjet i ka pas. Thot prej ati momenti kur se kum lënë namazën e natës. Allah ibn Omeri as ka pas punë ditën, ka pas punë sa dush ka pas. Ka pas punë sa dush. Me pa namazën e natës e kanë kuptuar ato. Realitetin. E kanë kuptuar realitetin. Prej shkaqeve që i ngjallë zemrën njeriu është për kujtimi i vdekjes. Tha pejgamberi sa stan akthiru dhikra hadhi min ladhat. Shpeshtojeni përmendjen e prishjes të kënaqësive. Sa herë kur do po tham kështu Shkupianski me uživat, mu knaq thuj vetes që më dek. Knaq an uživate, knaq mia më që më dek. Që më dhon llogaritë Allah për këtë kënaqësi. Për kujtani shpesh vetes atë që va prish kënaqësit. Tha Allahu xhalla xhelaluhu kullu man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Gjithçka ka më shkatru, ka mbet vetëm Allahu xhalla xhelaluhu. Çdo shpirt, çdo njeri ka më shiu vdekjen. Dhe pastaj kthimi është te Allahu subhanahu wa taala. E pash një tekst natën në Facebook, flet këtë teksti për qafirat të mëdhej që kanë njësuar këtë dunjë, që kanë mohuar zjarmin, xhenetin, Allahun shumë rrallë, para vdekjes. Ju kanë thonë njerëzve, tash jam të besua, ama vonë. Tash unë se kum besu zjarmin, ama tash jam të e shiju vetët që jam të shkuar të rëshit drejt zjarmit. Ka fundi. Me për mos vere kjo ditë që na përkujtohemi. Kur vere kjo ditë na jemi të përgatitur për takimin me Allah subhanahu wa taala, në këto momente të përgatitemi na para këtij momenti që kur vjen ky momenti ta dëshirojmë takimin me Allah subhanahu wa taala. Për shkak se ai që do takimin me Allahun, edhe Allah do takimin me ta. Ai që nuk do takimin me Allahun, as Allah nuk do të takojë me ta. Aisha radhiyallahu anha thënë se po kur kush nuk do vdekë. Tash kjo ai bie që se do takimin me Allahun. Jo, nuk ka për qëllim kjo. Se normal që njerëz do me vdek. Ama në momentin e vdekjes s'ka më kthim prapa. E shef që këto finishi. E këtu duhet me dash takimin me Allahun subhanahu. Okej. Tash do zona për Allah, i përgatitur më taku me Allahun subhanahu. Ama kush? Besimtari. Rast më konkret, thot Aisha radhiyallahu anha, çastet kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kishte kokën në gjoksin tim. Edhe në moment tha bali rafiq al-a'la, bali rafiq al-a'la. I herë Gjibril alayhis salam, këto ishin çastet e fundit. I herë Gjibril alayhis salam e dhe i dha opcion pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A don me vdek? A do në me jetu alan këtë dunja. Kjo ishte finish i funde. E në këto momente, njeriu i mirë, njeriu besimtar, njeriu i cili jetën e tij e harxhoi në kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Tha beli rafiq al-a'la. Jo, tha du shoqërinë e lartë. Shoqërinë e pejgamberëve, njerëzve të mirë, shahidave, takimin me Allahun, xhenetin e Allahut. Edhe dërë për kësë dunjë, sallallahu alaihi wasallam. Këto qaste, se cili këna me pas këto momente, ose këna me dasht, mu taku me Allah në mund toft, të jemi të tillë, ose s'kemi me dasht. Ose s'kemi me dasht. Edhe pse di që o finishi, fundi, zënë mu taku me Allah, pse, se se ki përgatit vetën për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vizitoni Varrezat,
për shkak se ata u përkujtojnë vdekjen. Vizitoni. Jo veç me ndaj xhenaze. Edhe kur ka ndonjë vdekje pikpyetje, a ja ban vetë obligim me shku ajo. Ndoshta ndonjë familjar i afër nuk shkon varrim, nuk shkon. Jo kësi raste, jo kur vdekë dikush, jo special me kallkerin, edhe me shku te varrezat. Me marr motorin, me shku te varrezat, me ul vetin me i folet të stande. Kemë shkuar te çto. Ka dal pejgamberi sistem te varrezat. Ka shkuar dhe i ka fol vetes vet. Edhe sahabët ka thonë vizitoni varrezat për shkak se ata u përkujtojnë vdekjen. Ata u uli krenarin këtë për tokë. Kretë synimet e kësaj dunjaje u mbledhin me një vend 1-2. Edhe me 2 të poshtë. Edhe me 2 metër që fin. Çaq. U kri Muhameti. Me 10 minuta punë ta mbledh komplet dunjajen. Si të shojnë në dharë, të vënojnë drasat, 10-15 minuta, shkoj filari. Usos. Krejt investimi i jetës tënde, mbledhet për 10 minuta me një vend këtë komplet. Akthiru dhikra hadhi min ladhat. Prej shkaqeve, me ta përfundojna, prej shkaqeve shumë të rëndësishme. Thash, secili shkak është më i rëndësishëm se tjetri. Prej shkaqeve, prej më të rëndësishmeve, që e ban që zemra e njeriu me qenë më uzbut, më përkujtu kur përmendet Allahu, me qenë gjallë, me i lotu syni për Allahu subhanahu wa taala, është shoqërimi me njerëz të mirë. Çka i tha Allahu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Ban sabër në shoqërimin tan me ata të cilët e përmendin Allahun sabah akşam. Dhe kanë për qëllim fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Mos e largo shikimin tan prej tyre duke synu kënaqësinë e kësaj dunjaje. E përmendën në gjërat në fundit se në çfarë kategorie kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas kategori nga më të ndryshme. E përmendëm një prej kategorive kanë qenë disa njerëz të lodh, të raskapit, në fukarallëk edhe në skamje. Kanë jetuar në xhami pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'kan pas shtëpi, s'kan pas ushqim, s'kan pas veshbathje, s'kan pas kur gjallë kësaj dunjas. Kush ka mujt prej savëve ka ardhur kanë mundit çka. E Allah ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ban sabër me kësi kategori të njerëzve. Ban sabër. Pse këto e përmendin Allahun xhela xhelaluhu. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Mos e kthe kryen prej këtyre. Mos e kthe shikimin tan prej këtyre, mos u largo prej këtyre, duke sinu zbukurimin dhe kënaqësitë e kësaj dunjaje. Pastaj çka i tha? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Edhe mos e paso atë zemrën e të cilët e kena bo gaflet. Dhe ja kena shpërnda këtë punë të kësaj dunjaje. Mos shoqëroj me këtë njeri. Shoqëroj me atë që përmend Allahu xhela xhelaluhu. Për shkak se ky njeri për çdo sent të mirë të nxit me bëra më tepër. Për çdo sent të keq që ti e ban, përkujton. Ta përkujton Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me radhë. Edhe për shkaqe të tjera, vetëm si titull është me i bë mirë njerëzve. Me i bë mirë njerëzve. Kjo ta zbut zemrën tënde. Kjo është një prej shkaqeve shumë të rëndësishme që njeriu t'i zbut zemrën. Posaçërisht grave të veja, grave të shahidave, jetimave, posaçërisht jetimave që prindërit e tyre kanë shahida, kanë rënë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo e ban zemrën e njeriu për tokë komplet. Lutem Allah që Allah t'i falë mëkatet tona, subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.